Janë bërë 6 vjet nga zhdukja e gruas nga Mitrovica, Mirjeta Zeka. Ajo ishte humbur pa gjurmë, pikërisht në ditën kur kishte pasur të kthehej në Gjermani së bashku me bashkëshortin e saj. Familja Zeka në një reagim publik drejtuar mediave, ka thënë se fundi i muajit mars shënon një tjetër përvjetor të thimbshëm të zhdukjes së Mirjeta Zekës. Një rast që vazhdon të mbetet i pazbuluar, ndërsa dhimbja dhe pasiguria rëndojnë mbi familjen e saj dhe gjithë shoqërinë tonë. 6 vite pas zhdukjes së Mirjetës, për fat të keq, ky rast mbetet i pazgjedhur për shkak të mungesës së veprimit efektiv nga organet e drejtësisë, zvarritja e hetimeve dhe mungesa e rezultateve konkrete pasqyroi një neglizhencë të rëndë institucionale e cila minon besimin e qytetarëve në sistemin e drejtësisë, thuhet në reagimin e familjes. Tutje në reagim thuhet se familja Mirjetës meriton të dijë të vërtetën, ndërsa institucionet kanë detyrim moral dhe ligjor të angazhohen me përkushtim të plot për zbardhjen e këtij rasti. Përkundër kërkesave të vazhdueshme nga familja dhe opinioni publik, institucionet përgjegjëse kanë dështuar ta ndriçojnë këtë rast, duke dëshmuar një neglizhencë të papranueshme dhe një shkelje të rëndë të detyrimeve të tyre ligjore. Ligjet në fuqi i obligojnë institucionet e drejtësisë të vazhdojnë hetimet efektive të paanshme dhe të shpejta për raste të tilla në mënyrë që e vërteta të dalë në dritë dhe drejtësia të vihet në vend. Vonesat e pajustifikueshme dhe mungesa e progresit në këtë rast janë dëshmi e një neglizhence sistematike që dëmton rënd besimin e qytetarëve në drejtësi, theksohet mes të tjerash. Familja Zeka ka kërkuar që rasti të kalojë urgjentisht nga prokuroria themelore e Mitrovicës në prokurorinë speciale të Republikës së Kosovës, duke marrë parasysh kompleksitetin e rastit dhe dështimin e deritanishëm të organeve përgjegjëse për të siguruar drejtësi. Ky transferim është i domosdoshëm për të garantuar një hetim të plotë, të pavarur dhe të paanshëm, vijon reagimi. Po ashtu thuhet se mosveprimi institucional në këto raste nuk është vetëm dështim ligjor dhe profesional, por edhe një padrejtësi e rëndë ndaj familjes së Mirjetës, e cila tash 6 vite kërkon përgjigje, kërkojnë drejtësi për Mirjetën dhe për të gjitha rastet e tjera të ngjashme që mbeten të pazgjedhura. Heshtja dhe neglizhenca nuk mund të jenë përgjigje, kërkojmë reagim të menjëhershëm nga institucionet përgjegjëse, thuhet ndër të tjera në këtë reagim.